Të nderuar miq, do të flasim për vendimin e gjykatës kushtetuese në Kosovë që vendosi të rrëzojë në fakt dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e parlamentit, duke i dhënë edhe 34 ditë ligjvendësve për zgjedhur presidentin e ri në të kundërt brenda 45 ditëve. Kosova shkon sërish në zgjedhjet e reja të parakohshme. Për të folur për situatën politike, për të analizuar dekretin edhe gjithçka tjetër, kam vlerën dhe kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me zotin Sali Rexhaj, një eksperiencë e gjatë gati 30 e më shumë vjeçare në politikë, njohës mjaftimisht së fundi i angazhuar pranë AAK-s si kandidat për deputet në zgjedhjet e shkuara. Zoti Rexhaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje gjithashtu, zot. Zoti Rexhaj, fitoi Kurti apo Osmani, sepse ka nga ata që thonë që djalli fshihet në detaj dhe brenda dekretit edhe Osmani ka arritur një fitore të vogël. Po, unë nuk jam jurist me profesion, jam ekonomist dhe punëtor social, mirë po, tash jemi bona kosovarët krejt, popull juridik. Si për futbollin, të gjithë trajner. Gjithë me rimark. Unë i konsultova disa jurist dhe njohës mirë çështjes kushtetuese. Ma shumë është një gjykata kushtetuese, ma shumë e ka bërë një zgjedhje se sa e ka pru një vendim juridik i cilë duhej të bijej. Sepse, po t'ishte vendimi me të vërtet juridik, atëre do të mbete në fuqi vendimi i presidentes, sepse si pas juristëve, ajo e fundit, do me thonë, nëse disa ligje konfrontohen mes vetit, atëre vendimi, ligji i fundit futet në zbatim. Do me thonë, jo ai 60 ditëshi, i cili nuk kishte mundësi që të realizoj, sepse kuvendi u konstitua shumë vonë, do thotë kjo ishte një vendimi i përkohshëm, apo se nuk do të përsëritet më kurrë, sepse sikur të ishte kuvendi i konstituar më herët, atëherë ky 60 ditë do të konsumohej automatikisht dhe presidenti i ri do duhet zgjedhej një muaj përpara. Mirë, por në këtë rast si duket edhe gjykatësit pak janë lodhur me këto duke bërë zgjedhje, jo duke për vendime juridike, por vendimi është aty 34 ditë do të kalojnë shumë shpejt, edhe ato 45 ditë do të kalojnë po ashtu shumë shpejt. Është bën një vendim shumë i mirë se nuk i është lënë më mundësi prolongimit të parësyes si na ndodhi vitin e kaluar. Sepse Albin Kurti tash është interesuar që të shkojë edhe një herë atje diku në zgjedhje ka fundi i dhjetorit, apo eventualisht gjatë kohës të verës, kur janë pushimet dhe vjen mërgata. Por ju e keni caktuar datën e zgjedhjeve dhe bazuar tek ajo që thotë kushtetuesja, kështu që 7 qershori është afati fundit. Po kur të vjen ajo që është vegël e Albin Kurtit, Albulena, ajo nuk ka mundësi ma që të luaj me që kërkojnë pra. Albulena i drejtohet gjykatës kushtetuese sërish me një kërkesë, e shtyn këtë afat pra 45 ditëshin? Jo, kjo është definitiv. Nuk ka asnjë arsye për më drejtu ma gjykatës kushtetuese. Është sqaruar që një herë për gjithmonë. Ju pëlqeu, s'ju pëlqeu, një në spal apo tjetër spal. Në Kosovë vazhdimisht vendimet e gjykatës kushtetuese në fund pranohen, edhe nga vetëvendosja, edhe nga Albin Kurti, edhe pse sulmohet gjykata kushtetuese, mundohet që të kapet apo sido që të jetë, mirë po vendimet e saj, gjykata kushtetuese është teorikisht është e pamundshme që të kapet. Mund të bëhet presion mbi ta, sepse gjykatësit aty zgjedhen sa e diunë për 7 vite, edhe me 80% votave, do të thotë me 2/3. Kështu që edhe më mundu dikush me kap, veç nëse vjen një diktator si Enver Hoxha i merr 99%, atëri kap gjitha institucionet. Për ndryshe është e pamundshme. E mori Vjosa Osmani një goditje në imazh me këtë vendim kushtetues. Unë mendoj se jo. Sepse sikur mos ta dërgonte, mos ta merrte një vendim, dekretin për shpërndarje të kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve, atëherë do të shkonin pa kufi. Atëherë nuk do të luanin vetvendosja, do ta luante atë lojën e kuvendit, do të mblidheshin çdo ditë, do t'i banin ftesë deputetëve që të vinë sepse e kanë obligim. Gjykata e sqaroi shumë qartë se deputet nuk e kanë obligim marrë në kuvend, nuk e kanë obligim me votu kundër vullnetit tyre. Domethënë, ajo lojë vendimi i presidentes, unë s'jam simpatizant i presidentes fare, mirë po problemi i Kosovës nuk është presidentja,
problemi konstant i vetëvendosjes i Kosovës është Albin Kurti dhe vetëvendosja. Kështu që nuk është vjosta e vetmja që i ka shërby një kohë Albin Kurtit. Edhe më herët i kanë shërby, bie fjala Okeja, ka qenë Ramush Haradinaj, ka qenë me Albin Kurtin kur është demonstru, kur është kundërshtu demarkacioni, edhe pse ishte unë edhe Ramushit edhe gjithëve, ju kom tregu se këtë demarkacioni është krye mirë, as 1 milimetër se ka hup, as Kosova, as se ka fitu Malizi, sepse kufit ishin ashtu që ishin, kufiti kemi, edhe Shqipëria i ka kufit ashtu që i ka, tjera janë dëshirat e dikuj se edhe të ju është lutë gjithmonë se është shqit vërmosh, është shqita të kudadionet e Shenaumi, pa të kanë qenë lojra komuniste, lojra për propagandë, për t'i akuzu ku me dit ata të kaluarit, se shqiptarët janë ndishëm me kufi. Sidomos nëse preket toka të na është pak si e shajt dhe ajo manipulua. Për ndryshe kufiri është mirë, Albin Kurti është që 6 vite në pushtet, ka raportet mira edhe me Gjukanovićin edhe me të rritë që kanë orë, nuk e ka shtru si problem. Kur demarkacionin do të thotë kjo ishte vetëm një lojë. Prandaj, ata që i shërbejnë Albin Kurtit për një kohë, mirë po arrin që të kthehen, ta kuptojnë se ata i ka peshpërdor, e vjosa është një ndërta, është mirë për neve, është mirë për demokracinë në Kosovë, është mirë për shtetin e Kosovës. Zoti Rexha, po tani çfarë mendoni që ka shanse që brenda këtyre 34 ditëve të kemi një figurë konsensuale, qoftë edhe për shfëtuar nga zgjedhjet apo një koalicion të mundshëm me PDK-n mbetet, sepse me DDK-n duket e pamundur, apo zgjedhjet janë rruga e vetme? Po unë bisedoj vazhdimisht me njerëz që janë parafërsisht që kanë ndikim në parti. Do t'ishte marrije dorës parë nëse opozita e lëshon rastin të mos shkojnë në zgjedhje. Këto janë zgjedhjet që ja u ka falë Albin Kurti, edhe opozita është aty për të qenë e gatshme për në çdo kohë për zgjedhje. Tash unë s'do e di juridikisht, ata emra që janë deponuar, ata në nënshkrimet që janë dhënë për ata 2 kandidat për Konjufcën edhe zonjën Kollçaku, ata nuk mund të tërhiqen mbas. Ata janë dhënë, janë deponuar. Tash i mbetet nëse Albin Kurti bën ndonjë lojë, unë s'bestoj, edhe pse nuk bestoj se ai lëshon pe. Se ti tërhek edhe pse ajo është i njoftur se heq dorë nga kauzat, po të këtë rast do të delte shumë qesharak. Po, ndoshta në këtë rast do drejtoheshin prapë kushtetuese, sa mund të hiqet dorë nga firma që janë dhënë. Nuk është ai problem kushtetues, ai rregullohet sa e diunë me rregulloret të kuvendit. Dhe nëse thjesht opozita nuk duhet me mshef arsyen e zgjedhjeve. I ka rasti mirë, vjosta e ul Albinin diku për 10-15%, me siguri se vjosta është një Albini 2, do me thonë ajo kur lufton me të gjitha mjetet. Dhe Albin Kurti nuk i ka tash njerëz të kulturuar të butë sikur që i kishte më herë Bedri Hamzën edhe Abdi Gjikun e pa definuar, cili zinte çka donte, opozitën apo pushtetin, mbeti naut. Tani ka vjosta Osmanin e cila është shumë, ajo është pa kompromis. Plus ajo ka qenë presidente për 5 vite, ata dytë kanë informata për njëri tjetrin, kanë edhe informata të ndihshme, të cilat mund ta kompromitojnë njëri tjetrin shumë keq. Prandaj opozitës i ka ardhur një përshqefsh, theni unë në Shqipëri, prej Albin Kurtit dhe vjosa Osman ata duhet ta pranojnë gjimin e vet. Qoftë LDK-ja, qoftë si parti, qoftë si e djathta e organizuar, ku ta di unë, për mendimin tim do të ishte mirë nëse bashkohen vjosa LDK-ja dhe Okeja. Do ta mbyllja që si e shikoni tani të ardhmen e vjosa Osmanit në vete, një parti shpejt apo do i mbledh gjitha flukset opozitare? Po ajo vjosa Osmani me moshë është shumë është e re, është e motivuar për politikë, ka dëshirë që të merret në politikë, që ndalon kurkush atë, është e lënduar sepse kanë keq përdorë, kanë deri me 28 dhjetor ato e ka keq përdorë Albin Kurti, si të gjithë tjerët. Që i keq përdorë, i shtrydh si limon dhe i hedh, po jo gjithmonë mund t'i hedhësh gjithë. Nuk mund ta hedhësh ti vjosa Osmanin, e cila vetë ka filluar fushatën, shihet se po pritet mirë te qytetarët, po pritet mirë në popull, si një femën e mashtruar, e sulmuar tash në kohëve të fundit prej falangave të Albin Kurtit, prej Deona Mihajlit aty që organizojnë përndjekje, fyrje, kërcënime, e vjosa nuk është një njeri që ka frikë, nuk është një njeri që dorëzohet, sa më shumë që ta sulmojsh, ajo bëhet më shumë luftarake. E keni menduar për përgatisin rikthimin e dytë brenda pak kohësh për fushat në Kosovë? Po, unë jam kthyer për një moment se unë kam qenë apartjak për një kohë të gjatë. Por jam kthyer për një moment sepse vërtet
ndija veten të lënduar nga sulmet që u bona Ramush Haradinaj. Kur ja kom pa në lot Ramush Haradinaj, nuk kom mujt me qenë neutral, nuk kom mujt me mbet në Kosovë, edhe pse unë kom qenë din shtabi im zgjedhor, se më kanë thua atje një komunë të pes, pse atje unë jam i lindur. Edhe pse kom jetuar në Prishtinë, unë kom marrë pjesë në fushat me ato mundësi të mia, edhe pse unë si kritik i të gjitha partive, i gjitha nuk jam shumë, nuk mbledhi vota, ato e kom ditë. Edhe kudo ku kom shkuar unë në fushat, janë njerëzit gjallë, janë Ali Berisha, ata djem shumë të mirë komunës 5, me të cilët kom shkuar në fushat, unë askund nuk kom kërku vot për vete. Kom kërku vot për Albin Kurtin, për Ramush Haradinaj, sepse me të vërtet nëse sulmohet Ramush Haradinaj dhe ai shpallet për Serb, atë ku mbesim në tjerë. Kom shku me ndihmu Ramush Haradinaj, për fat keq unë kom pritë se do të jetë rezultati më i mirë, të jetë 9% me 11-12 deputet, mirë po ishte momenti kur u caktuan zgjedhjet nga Vjosa, 28 dhjetorit, ishte vdekje për urs. Zotëri Reshaj, të falenderoj shumë. Duket si pjesa më e vullshme është ajo që vjen përpara. Edhe vera do të jetë vërtet e nxehtë, jo vetëm për shkak të temperaturave, por edhe situatës politike. Të falenderoj shumë. Gjithashtu, shihemi në Tiranë. Ju falenderoj.